kujtoj 56 e 7 marsin në epopejën e madhe të lavdishme në përkazin legjendar të familjes Jashare në vitin 1998. Pra, ne kemi pas një familje të Axhës Shaban Jashari, Hamzës dhe Ademit, e cila ka sakrifiku krejt brezin e vetë. 3 pleqe plaka, gra e fmi, me shliru këtë vend, e kemi arë në një pozit ku asnjë njeri, asnjë qytetar në këtë vend sot nuk jep një thu për këtë vend. Pra, llogarit çfarë në zhvlerësime kemi bë vlerave. Përderisa 2 dekada më herët kemi pas njerëz që kanë bërë këso sakrifice. Shto kësaj gjevën e Femion, Lanin e Shkelzenin, Ismet Jasharin e Tahir Sinanin, shto Zahir Pajazitin, Edmondin, shto djemë të asfaltit atje në Gjakov, Eltonin e Yllin e Përmetin, shto një brest malë të plot dëshmorëve të kohë. Idealizmin, që i solli Kosovës dirin. Ky idealizm thujse nuk ekziston. Po nuk funksionon asë një vend e asë një demokraci e konsoliduar pa idealizm. Sakt. Pa vullnet, dedikim me insistim për në që gjanat. Unë jam ndër ata që kam dëgju prej bashkë gurbeqarëve tonë, familjarëve tonë që kanë qenë jashtë, që në Gjermani nuk shë policë. Ama me po një problem, vish këtë policia të kapë. Ma dje në shkollën policore, në akademinë policore në Voshri, që kam kryu në shkruan aty dhe policia është popull është polici. Qa i bje kja? Ne kemi tash në bo statistikat fundit 1.6 milion qytetar, shteti nuk mundet me i bon 1.6 milion policë. Pro qytetari du të me ka rojtar i shtetit të ti. Mos me hedhë bërlogin, me raportu krimin, me raportu korrupsionin, me i nejtë politikanit karship. Mirë për që ka fitu lëvizjave të ndosë, absolutisht, unë as kam ego, as kam minati, as jam ferë në këtë regullat e lojës në demokraci. Po, ti duhet me i nejtë karshi politikanit me mojtë fjallën e vetë, me i bon presion.